Nora është në fisnikun se ajo don edhe ka i natë kur e akuzojnë qështu. Është absurde me gjyku tjertë pa ditë sen për ta, veç që krijon stereotipe pa lidhje. Saranda i ka flokët e bardha. Njerëzit i kanë thonë me ngjyros se po dokës si plak. Sarand, me ngjyros flokët është zgjedhje, e asnjëherë obligim. Nëse të pëlqejnë flokët e tua të bardha, kërkur s'ka çka të përzihet. Mosha nuk është arsye me të marrë, e flokët e tua janë të bukura edhe zgjedhja është e jotja. Blerta është 7 vjeçe. Familjes saj po ju duket e çuditshme që ajo e ka zgjedh karate, e jo baletin. Blert, traditat qinore nuk duhen kur me ta limitu identitetin. Mundesh me bo çka dush. Kur ja kanë gjetë tumorin gjitë arbreshës, ajo ka vendosur me e prej gjoksin për me parandalu zhvillimin e kancerit. Ajo sos njihet ma pak femnore për shkak të operimit edhe su bo kur pishman. Arbresh, shpresojmë që ma shumë gra kanë me pas kurajen edhe forcën tonë. Pranvera ka vendosur mos me ndru mbiemrin e saj kur është martu. Pranvera e din që dashnia nuk kush zon me i ndru simbolet e identitetit tonë. Nëse mbiemri yt është rëndësishëm për ty, duhesh me e mbajt. Agnesën e shohin si romantike, edhe gjithë i vjen mërzik kur i thonë gjeni burr. Agnes, s'ka kurrë të keqe, mos me kone interesume për lidhje. Mundesh me jetu jetën edhe ndjenjat e tua në mënyrën tënde. Bardhën po e ngacmon çdo ditë rrugës për në fund. Bardh, ti kur nuk duhesh më ndje e kërcënuar në përhapësira publike si krejt tjerët. Kur Gresa tha për herë të parë që po don me hinë në ushtri, disa i thanë që s'ka punë për femna kjo. Sot, Gresa është komandante edhe don shumë punën e vet. Qashtu Gres, mos i le të tjerët me të kallëzu çka më ndru. Disa njerëz i kanë thonë Donikës që nuk duhet më ndërzu prej ëndrës të vet, se do punë janë veç për burra. Donika u bë pilotja e parë në qytetin e vet, edhe asnjë pik nuk është pishman që nuk i ka ngu fjalët e huaja. Linda mendoke që kur nuk ka me mujt me dalë më në plazh me bikini për shkak të shenjës në bark, që i ka mbet nga operacioni. Po ka kalu një kohë dhe Linda nuk e ka mërzi më shenjën e saj. Ajo është mësu me injoru shikimet e palakmueshme. Mirjetës i kanë thonë që stili vet nuk është për një femër të moshës që e ka ajo. Mirjet, je e lirë me e shpreh identitetin tënd përmes trupit në çfarëdo moshe. Kur Liridona u nda prej burrit, shumë njerëz e mendojshin që është egoiste. Thojshin që nuk ja u dojke të mirën fëmijëve të saj. Liridon, me vazhdu një lidhje të keqe, nuk është e shneshme për kërkon familje. E sidomos për ty, divorci yt s'ka lidhje me egoizëm, është kurajoja dhe forca jote me nis prej fillimi.